Tiparet e personave të lindur në datën 20 gusht. Çdo person ka hartën e vet astrologjike, por janë disa tipare të përbashkëta për të gjithë të lindurit në këtë datë. Ato i përkasin shenjës së luanit dhe udhëhiqen nga dielli. Më konkretisht, çfarë i karakterizon? Ato janë persona shumë të ndjeshëm, madje mund të jenë të rezervuar. Kjo mund të mos duket në plan të parë, por nëse i njeh mirë, e kupton këtë veçori. Ata janë tepër të ngrohtë, të dashur dhe kanë shumë prezencë. Megjithatë, janë pak diskret, nuk e tregojnë se çfarë kanë në mendje apo në zemër. Ato preferojnë t'i mbajnë gjërat për vete, sepse për ta, privatësia nuk lidhet me një dëshirë për të patur mister, por me faktin se ato janë shumë emocional, me emocione të forta, sidomos me njerëzit që duan. Një nga cilësitë më të bukura të lindurve me 20 gusht është ëmbëlsia. Ato dinë t'i bëjnë njerëzit për vete. Ato dinë se si t'i bëjnë njerëzit për vete. Kanë një aftësi të veçantë që të afrojnë edhe njerëzit që janë të turpshëm dhe ata që kanë të vështirë të shprehen. Në dashuri, kur ato dashurojnë, nuk e lënë për gjysmë, por ecin deri në fund të rrugës, pasi ato përfshihen me gjithë zemër dhe janë shumë pasionantë. Kanë ndjenja të forta, por janë edhe pak impulsiv, sepse kur besojnë te dikush, shpesh harrojnë të vendosin kufit të vetes. Ato kanë nevojë për një partner që të mos i gjykojë për ndjeshmërinë e tyre dhe t'u jap siguri tek vetja. Nëse ndihen të tradhtuar apo të zhgënjur, mund të mbyllen në vetvete dhe nuk i tregojnë lëndimin që kanë në shpirt. Marrëdhëniet me familjen mund të jenë një nga temat më të rëndësishme të jetës së tyre. Ato jo gjithmonë tregojnë hapur se çfarë kanë përjetuar në fëmijëri. Mund të ketë pjesë të së kaluarës që i mbajnë private. Megjithatë, përvojat e tyre mund t'i bëjnë prindër shumë të kujdesshëm. Kur ato krijojnë familjen e tyre, shpesh përpiqen që t'u japin fëmijëve dashuri, mirëkuptim dhe mbështetje që ndoshta mund të mos ta kenë më aftë gjatë jetës. Në një farë mënyre, ato përpiqen të shërojnë marrëdhënie të vjetra duke krijuar një familje të ngrohtë. Shëndeti. Në krahasim me stereotipin e luanit energjik dhe tepër aktiv, të lindurit e datës 20 gusht mund të kenë periudha ku preferojnë të pushojnë dhe të qëndrojnë pak të tërhequr në qetësi. Edhe kur ndihen mirë, ndonjëherë mund ta shtyjnë aktivitetin fizik për më vonë. Jo sepse ato nuk kanë forcë, por mungesa e dëshirës për të bërë diçka kur nuk janë emocionalisht të motivuar i lë pak në hije. Një rutinë e thjeshtë si ecja, lëvizja e përditshme apo një mënyrë rregullt jetese mund t'i ndihmojë të ndihen mirë. Për sa i përket punës dhe parave, ato nuk kënaqen lehtë me një punë që bëhet vetëm për të marrë rrogën. Tek e fundit, ato kanë nevojë të ndjejnë se ajo ka një kuptim për ta. Pra duhet që edhe ta pëlqejnë, jo thjesht për të marrë rrogën. Financat ndonjëherë për ta mund të kenë dhe ulje dhe ngritje. Mund të ketë periudha kur i duhet të bëjnë sakrifica dhe të ndryshojnë mënyrën se si jetojnë. Në momente të tilla, sfida më e madhe është të mos humbin besimin tek vetja. Një vështirësi financiare nuk do të thotë se ata kanë dështuar. Përkundrazi, mund t'jap forcë të ecin para. Të lindurit me 20 gusht kanë shumë ëndra. Ato shpesh nuk ua tregojnë të tjerëve, por thjesht kërkojnë të arrijnë qëllimin. Një diçka negative e tyre është se ato kanë frikë se mos gjykohen, kritikohen apo nuk merren seriozisht nga të tjerët dhe kjo ndoshta i bën që të stepen pak. Por pas kësaj qetësie fshihet një vullnet i fortë. Nëse në mendjen e tyre skicohet diçka, ato do të këmbëngulin për ta arritur. Kur arrin të bashkojnë vendosmërinë dhe ndjeshmërinë, ato mund ta bëjnë jetën e tyre vërtet të bukur.
Luanët e datës 20 nuk kanë nevojë për të bërtitur për të treguar forcën e tyre, sepse forca e tyre më e madhe është pikërisht ajo që mbajnë brenda. Nëse njeh një person që ka lindur në këtë datë, mund t'ia dërgosh këtë video si dhuratë.